Krejt për dëkëj agima jem na krejt pun të i krymë si kër agimi. Në rregull. Hade i këm në shesh, se nuk bohet. Okej, faleminderit shumë. Qe bre, qe, a thash, qëre drejt që je morë, qëre. Lëq bre, Direkt në lëq. Direkt në lëq. Në rregull, veç me kujdes. Krejt pun të këtu, a peshe. Qëndrim, po që nuk i pastru këpucët. Pse? Po pi pastroj se gjënash me që lëqin e albinit e agimi atje. Gjënash. Po dënë me i shesh të verizoj di poster. Po normal mëre, se na nuk jena bërloga, si kur këta milion rrugë bërlogë, milion poplin bërlogë në lëq që kjo, nuk është në Terezibre. Mish të emisionin 05, jemi në qytetin e Ferizajt. Jeni mësu zakonisht duke na po në shesh, mirë po sot jam dikon tjetër. Kemi dëgju që është një kandidat nga Partia Demokratike, Qëndrim Kryeziu, i cili po i qetë në pa realisht problemet e qeverisë. Sot kam dëgju që është në qytetin e Ferizajt, erdha këtu me kërku, jemi tek ura e modhe në Ferizaj, edhe po e shohim këtu ofër qëndrimin. Qëndrim për shëndetje. Si je, e mirë? Mirë, falemderit, si po kaleni? Mirë, falemderit. Jam e gëzuni për emisionin 05. Ishim duke kalu në këndeja dhe të posh që je këtu. Apo më tregon për çfarë arsye je sot në Ferizaj? Për çfarë arsye? Më kanë thirrë do mes, hajde tha këshire, tha çka ka bëhet në Ferizaj. Edhe vendosa me dali me po çka ka ndodhur, se ju Ferizaj keni një 2 ministra, ministrin e pareve keni, ministrin e rrugëve keni, tash i keni edhe parët, edhe këto që i ndrejsh rrugët. Që po bëhet? Edhe kuronin edhe dimolin. Edhe kuronin edhe dimolin. Dimolin bile garant të shku me ndrejsh në i farfushën e ikon. Se ka thonë mi qitë me lujten atë. Aty nuk e dim. A i ka thonë, ose se dhja sënë, se për mos i s'pindrejsh rrugët, o të ndrejsh në i farfushën e ikon. Ashtu, inderum, apo më tregon si po duken punime këtu, si po shkoj. Që këshëre, pluhen, bërlag, të merë, nuk ato punu kur gjë, që me 2 vetë atje në skele, s'kryen punë me 2 vetë. Në kryen punë me 2 vetë. Si pas teje, po ecim punë të shumë nga dalë. Jo, dhe, i kom për këti veni se të merë katastrofë, pluhen, lëq, shkojna të agimat, shkojna ku shien punë të agimave. Okej, ne Ferizaje kemi agima lion, kështu që po shkojmë shesh. Po krejt për dëkëj agima jem na krejt punë të i krymë si kër agimi. Në rregull. Hade i kom në shesh se nuk bohet. Okej, falenderit shumë. Qe bre, qe, a thash, qëre drejt që je morë, qëre, lëq bre, Direkt në lëq. Direkt në lëq. Në rregull, veç me kujdes. Krejt punë këtu, a peshe, tu të qyrë ty, punë krejt lëq, pluhen, lëq, bërlëg. Në rregull. Po shkojmë shesh edhe realizojmë një Në rregull kjo punë. Që so vjetë ja ka njësë më ndrejtë kjo punë? Goxha Niko gjatë. Për një vjetë e kena kryen për Prishtinë deri në Shkup. So puni ka kry për dëkëja deri më tani si pas te? So punë? Po keni qenë pushtet? Po i kena kryu lojnë me qindra, në shkollë, fëmijat ku piqeni, që ato shkolla e në tona që kemi marru. Cëllë shkolla keni marru vetë vendosja, se kështë të thonë jo. Jo, na disa nga gjitha partit. Po asë një shkollë se ka marru, asë një rrugë se ka marru, asë një qerdhe se ka marru, asë ato shpia që dhe ki komi bo për rastet sociale, ku jenë, ato për qifte, ku jenë, asë një. Me 4 miliard euro, ne kena bo 103 punë, jo 103 punë, se nuk me jam, po 100.000 punë i kena kry. Në konë rregull kjo, me 25 miliard euro, sa punë jënë kry. Do të me vetë këtë ministrin e Ferizajt, ku i kalon parët. Ku i kalon parët, se këtë do të me kalzu ku e në parët. A vazhdojmë shesh, e realizojmë një intervjist. Falenderit shumë, knatësi. Qëre kamionat, a përshe? A pjo thët e kush puna marë? As koshte edhe nuk jam duke punu as një. Kajtë noljen, kërkush puna marë nuk jo thët këtyne. Në rregull. Nuk ka punë të këta jenë demela. Këta veç kanë qenë me morë pare si lëpëve dhe mos me punuen. Se s'ka faj kompania, se kompania pa pare s'pënën. Ta veç jallojnë të nderin edhe ose do të marë, mi thonë, kompania sa ma nej pare mu, si kur atëhere për rrugën për Gjakov, Liburni atje që theke, që kash për qenë, dash mi t'ilëshu pare, që kash kështu, që kash kështu. Këta kretë vetë vendosë janë qasi. 25 miliard euro, zdijet ku jenë. Nëse ti dhe me më kalzu ku jenë 25 miliard euro, une, në ka që i këta emin, kome ta po goti 1 milion euro. 1 milion euro mi bën goti nëse unë tregoj ku janë. Po, veç me kalzu ku jenë 25 miliard euro, se ja këthejna poplet ato pare. To pare ja këthejna poplet, a me 4 miliard... Nuk jam i thirrën për këta, as nuk e di, kështë që pe mbyllim këto me kaqë nëse s'ki diçka tjetër, edhe nëse pranon një intervistë në shesh. Po, shkojmë të agimat atje. Okej, falenderit shumë. Shkojmë të agimat se katastrofë. Shihemi në shesh.
Qëndrim, po Po, që normal. duke i pastru këpucët. Pse? Po pi pastroj se gjëna është me që lëqin e Albinit e Agimi atje. Gjëna Po është. dënë me i shesh të verizoj di poster. Po normal mëre, se na nuk jena bërloga, sigur këta milion rrugë bërlogë, milion popullin bërlogë në lëqe, kjo nuk është në Terezibre. Në rregull. Që 6-10 me 22 miliardere mërmera kësha shtru Kosovën. E jo me bo lëq qytetin që pagun taksa mas shumë ti. Atje që Një ndër Ferizoj është një paguesit më të mëdhej, po. taksa pagusit më të majtë Kosovës. Ashtu. Edhe me met në lëq, kjo është katastrofë. Në rregull, te u pastruve dal nga dal, Po, kështu që... Zban mëre me shku aty punë ku është shtru mërmer me shku me lëq. Ashtu. Zban, do të me shku se morre. Me na pona i kush, menojnë se i na të vendusjes. Çfarë ti? Ale vazhdojmë shesh, falënderit shumë.